E kemi thona, derti seni më i madh. Kur kam pashtuar pyetjen, cila është gjëja më e madhe, ka thënë kodrat. A ka diçka më e madhe se kodrat? Ka thënë vulkanet. Kur vijnë vulkanet e ndezin dhe kodrën e marrin. Ka diçka më e madhe se vulkanet? Ka thënë po, vërshimet, ujrat, kur të marrin edhe vulkanin e marrin. Pa ka diçka më e madhe se kjo? Ka thënë po, cila? Ka thënë tërmeti. Ka diçka më e madhe se tërmeti? Ka thënë po, gjumi. Si be gjumi? Po more, pyes ty ej. Pra më ka pas tërmet në orën 1 të natës. Ja, se kam dëgju. Pse ku ishte? Jam konë gjumë. Gjumi e ka mujt tërmetin. A ka diçka më e madhe se gjumi? Brenga, gajla, derti. Nuk jam të fletë oqë që një javë. Pse be nuk flenë? E ka me vladin në spital. Jam duke menduar, jam ka mendoj ku të mbledhi pare, si doktor ta. Një javë, a ju e dini se 48 orë nëse nuk flenë robi, me automatizëm instik dorëzohet. Duhet me fletë e zë gjumi dhe bjenë. Nuk më zë gjumi se më kërkon policia. E me pas dert në natën e vorit, ditën e gjykimit, e vladin ton, familjen ton. Kur nuk në kështë e zanë gjumi? Zotin e përmesov zemrat, në rregullov shpirtat, e vlad dhe familjen, inshallah më dalë mi faqe bardh, e kuli kauli hedhe, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim.